Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit me iniciale AM, 48 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive pronësie ka kanosur me thik. Shtetasen me iniciale AN, shtetasi me iniciale TD, 28 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur shtetasi me iniciale AN. Shtetasi me iniciale M, 21 vjeçe, EQ, 18 vjeçe dhe SM, 21 vjeçe, banuese në Ksamil, pasi dyshohet se për motive të dobta janë konfliktuar fizikisht me njëra tjetrën. Gjithashtu, këta specialist referuan materialet në prokurori për ngjarjen aksidentale të ndodhur më datë 9 qershor 2025 në Sarandë, ku është rrëzuar nga një mur rrethues, pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike, shtetasi me iniciale PB, 37 vjeç, i cili përpasoj është dëmtuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori për ngjarjen aksidentale të ndodhur më datë 9 qershor 2025 në Vlorë, ku gjatë ndërimit të një bombule gazi është dëmtuar për shkak të flakëve si pasojë e rrjedhjes së gazit, shtetasi me iniciale BZ, 39 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.